Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadithin e sotëm, I cili gjithsesi është në koleksionin e Buhariut, e transmeton Enes ibn Maliku, Allahu qoftë I kënaqur me te, I cili thotë, na është kthy kahna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fytyrën e tij kur është bë ikameti, para se me marrë tekbir, dhe ka thonë, Aqimu sufufekum wa tarasu fa inni anzuru ilejkum wara'a dhahri. 3 fjalit shkurta, shumë të shkurta. Ja u ka thonë xhamatit para se me marrë tekbir. Pra kur është boj kameti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthy ka xhamati, ka dalë përpara, është kthy ka xhamati edhe ju ka fol. Që do të thotë se kur është në pyetje namazi që I ka para përgatitjet e veta, sigur se është pastërtia, veshja qysh duhet, ardhja në xhami, vendi I pastërt, kthimi ka kibla, pritja e ikametit derisa të bëhet për me u fal kolektivisht, të gjitha këto janë para përgatitje. Ikameti është përgatitje, është thirrja e fundit për me u bë gati për namaz. Edhe kur bëhet çajo thirrja e fundit, pra imami prap I ka 2 llafe me xhamatin. Qysh e ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kryesisht këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas të bajnë me rregullimin e safave, sikurse në këtë rast. Ju ka thonë aqimu sufufekum. Drejtojeni safat e juaj. Pra safat bëjeni të drejtë. Wa tarasu, edhe ngjeshuni ndërmjet veti, pra safat drejtoni edhe plotësoni. Fa inni arakum wara'a dhahri, edhe të keni kujdes se unë ju shoh edhe prej mrapa. Ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë ju shoh edhe prej mrapa. Që kjo fjalia e fundit e kanë komentu njohësit e hadithit edhe njohësit e rrethanave. Thojnë se e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një aftësi të mrekullueshme që ja ka dhënë Allahu fuqiplot, edhe kur o lidh namaz ka pas pamje prej mrapa. Tash sigur t'i shkon e rëndomt edhe e kuptueshme prej neve, si shkon mrekulli, si shkon vepër e mbi natyrshme që Zoti ja jep dikujt. Por duke qenë se ne nuk mundum me ditë bashkë qysh ka ndodhë, po për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e besojmë, edhe besimi edhe zbërthimi I gjanave ka njëherë janë 2 gjana të ndryshme. Aty ku s'mundum me arrit me marrë vesh qysh ndodhin të gjana, aty besojmë. Edhe na besojmë vetëm atëherë kur mënyrë të konfirmuar na dëshmohet diçka. Ka thonë Allahu diçka, e besojmë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, ajo neve na është përcjell në mënyrë të saktë edhe autentike, edhe ato e besojmë. Edhe besojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka pa prej mrapa. Këtë udhëzim, këtë këshill, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo ka drejtuar të gjithëve. Ka shumë hadithe, edhe shumë transmetime që flasin se si edhe çka ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, xhamatit vet, para se me marrë tekbir. Me një fjalë të gjitha ato udhëzime kur I bojmë bashk, e shohim se I kanë dy porosi kryesore. E para, formalisht me e rregullu safin, qashtu qysh e lypin rregullat e Islamit, edhe e dyta, esencialisht edhe shpirtnisht me u bë gati për me dalë para Allahut fuqiplot. Ju thonë e dini, na shpesh kur këshillojmë, kur japim këshilla për përgatitje për namaz, një prej atyre këshillave është edhe porosia që me u kujdes për tekbirin fillestar. Kujdesja për tekbirin fillestar është që xhamati me marrë tekbir në momentin që merr tekbir imami. Nuk është qëllimi këtu për një herë, ndoshta 1 sekondë mas imamit, mirë po me imamin me njëherë pa pas ndonjë
ndërprerje më të gjatë. Edhe jo kom thonë njëherë, është ikje e vlerës, të ka hup një vlerë kogja e madhe nëse se ke zonë të këbirin fillestar. Namazi është i vlefshëm. Edhe nëse vjen, edhe xhamati janë ullën në ulljen e fundit, visa s'ka ndonë selam nëse ke mri me marrë të këbir edhe je ullë, e ke nëzonë xhamatin, vlerën e xhamatit 25 ose 27 fish, e ke nëzonë. S'ka dyshim. Mirë po, para kësaj ka edhe një mori vlerë është që eventualisht është mirë mos me i lanë pa arsye me të ikë, e krejt këto, kjo është veç sëqarim, s'ka nej vrejtje këtu, vrejtja jem gjithmonë është me i ikë të këbiri fillestar, ati që është në xhami, ati që është në saf, ati i cili, kër është boj kametja, ju konë në kom, po i ikë të këbiri fillestar për shkak që ati telefonit që halas po mundet me unda për i ti, edhe pse ka ardhë koha kur imami e merë të këbirin e namazit. Andaj për çdo duhet kemi shumë kujdes. Porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pra është që safat të rregullohen edhe të drejtohen. Safat rregullohen edhe drejtohen në dy aspekte. E para, safi bëhet i drejtë. Pra jo dikush 5 cm më përpara, dikush më mrapa, dikush kështu, dikush ashtu, po safi duhet jetë i drejtë, sikurse ndoshta edhe më mirë se sa një radhë, se saf do me thonë radhë, se sa një radhë e një ushtrie s'ka ishmërisht disciplinume. Ushtrit e dini qysh renditen, me milimetra. Edhe musliman do të me u rendit me milimetra, normal. S'ka nevoj me ullë me matë, me marë metrën me matë, a e kina. Mirë po kollaj bëhet kjo punë. Shumë kollaj bëhet kjo punë, thjesht njeri këqyrë, tash bile me këto mundësit e reja, safat janë me vija, me shenja, tamam puna edhe qëto mos me i regullu safat, në kuptimin e drejtimit, në kuptimin e afrimit, edhe mbushjes safave, pejgamberi sa thotë të rasu, në gjeshoni. Në gjeshoni nuk do me thonë, hini ngosht që mos me mujtë me marë fryme dhe mos me mujtë me lëviz, por do të me pas kontakt fizik me supeve. Do të me pas prekje me supeve në saf. Edhe kjo e bën safin të vlefshëm. Qysh ka thonë në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rregullimi i safit është plotësim i namazit. Edhe kjo hadith është te Buhariu. Rregullimi i safit është plotësim i namazit. Kur e dëgjojmë këtë, e kuptojmë se mos rregullimi i safit çka është? Është lënë mangut e namazit. Shumë lehtë është me e kuptu një gjatë tillë. Në tjera porosi, ka ardhur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mos lëni hapësirë për shejtanin, që i bie se nëse nuk e kemi mbush safin ç'është duhet, atëherë shejtani ka mundësi me çarkullu aty pare. Edhe këtu dikush mundet me thonë, po çka ka punë shejtanin, as e shohëm. Ose dikush mundet me thonë, por nëse s'ka lënë knejna, e na hyn nër mjekanëve. Doni me e pas parasysh një gjatë ndërru vllazër. Në çdo moment, edhe në çdo veprim, edhe në çdo rrethon, që na i respektojmë udhëzimet e Allahut, edhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ato konkrete edhe formale, duhet ta dimë se për çaq ja kemi ngushtu hapësirën shejtanit me depërtu një jetën tonë, në veprimtarinë tonë, në mendjet tona e kështu me radhë. Kështu që nëse i respektojmë këto udhëzime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ndikimi i shejtanit do të minimizohet edhe do të paksohet. Krahas asaj që me çdo respektim të udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na arrim vlerë, edhe fitojmë sevap, edhe meritojmë shpërblim. Andaj në asnjë mënyrë nuk do të me nxitu njeriu sa të bëhet ikameti hujum me u lidh namaz. As imami s'do të me nxitu, as xhamati s'do të me nxitu, po me e po atë përgatitjen e fundit që hymja në namaz me qenë sa më në rregull, edhe sa më me disiplinë. Kaq sa i përket këtij hadithi edhe kësaj teme përgjithsisht. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.